Përshëndetje, të bëjmë pak muhabet tani. Unë kam qeshur me këtë koment, po kisha dëshirë që ta lexoj edhe ta komentojmë së bashku. Nuk e di çfarë është zonjë zotëri, po them se gratë komentojnë në këtë mënyrë, jam shumë e sigurt, edhe më shkruan. Eli, mos mendo se je mjeshtre kuzhinës, se shefat nuk kanë nevojë të dalin. Por ti, lenam. Ua! Jo, unë po qesh tani se u shkriva këtu me familjar timi. Tani nuk e kuptoj unë, tani ku është nami, këtu se vajta të pash faqen tënde dhe ke një video të vjedhur. Plus që më ndjek, edhe më thoj që unë po lenam. Dofta të je bezdi, që mua më ndjekin edhe më duan. Këtu është problemi i gjithë. Me gjithatë, inshallah lënë që nami dhe ti si puna ime. Hajde, të uroj shëndet, Eli, unë nuk kam zili. Po që se unë lash nam, lënë që nami dhe ti si puna ime, okej? Hajde, fundjavë të këndshme të gjithëve. Ciao, ciao!